Kreu I arkivit shqiptar historian I ri është Ardit Bido, po zvendçon denjësisht të ndjerin sa Brigodo si njeriu që denonconte urtësisht dhe bindshmërisht politikat greke në Shqipëri, historike dhe aktuale. Për koincidencë plaku Godo ishte nga Delvina, një qytet me një përqindje minoriteti, gjithsesi ka fërkime mes shqiptarësh e grekër që kanë bashkëtuar e bashkëtojnë aty, dhe po ashtu Bido është nga Delvina. Si një ndër zërat më kualitativ të viteve të fundit në debatet me karakter historik, Bido po luan një rol më të vërtet patriotik. Këtë kohë të çështjes së nxehtë Belieri, duke shfrytëzuar të gjithë potencialin e tij si historian në denoncimin e mbrapshtive të politikave vorjo-epiriote, të cilat çojnë deri në cenimin e integritet territorial shqiptar. Mishërimi I tyre është Fredi Belieri. Në një debat në opinionin e Sahanës, Bido dërmoi rënd një ndër zërat më famkeqin të filogreqizmit në breg, gazetarin Stavri Marko, I cili edhe dërmiun e shpalli fshat grek. Bido denoncoi flamurin vorjo-epiriot të reklamor nga Marko, duke thënë se prej atij flamuri I marra mbetje pavarur. Ky flamur është krijuar në 1914. Ky flamur është flamuri I djegjes së Borshit, I vrasjes së 10.000 shqiptarëve, I dëbimit e 23 së shqiptarëve të Juglindjes. Ka origjinën zoti Kaso, ne kam origjinën unë, nga keni origjinën edhe ju. 1/3 atyre shqiptarëve janë dëbuar vetë Vlorës. Kam vdekur mbi 10.000 shqiptar me këtë flamur, dhe ky është flamur I krijuar, nuk ka ekzistuar. Ajo shkapa në mes dy krenare I perandorisë bizantine dhe kishës ortodokse që nuk ka lidhje me Himarën. Edhe ne shkapën dy krenare kemi në flamur se po na abisni. Edhe Himara shkapën dy krenare ka pasur në flamurin e vet, që është flamuri shqiptar që ka ngritur Jorgo Spiro Koleka në vitet 20, që e ka ngritur shumë vet patriot shqiptar të Vunojt, një fshat kompakt patriotik shqiptar, I grillove, I anagnostëve. Grillo dhe anagnost grek nuk kam njohur. Unë dua të përgëzoj ty dhe zotin Marko sepse na jepni mundësinë që të shoh dhe njoh publiku, se këtu nuk kemi të bëjmë me një çështje as votash, se në Himar votat grek-romane nuk e kaluan 15% dhe nuk ka fituar për këtë Belieri, por për arsye krejt të tjera. Që ta kuptojnë se ky debat është një debat I ndërlidhur me vepra penale të dukshme të cënimit të integritetit territorial të këtij vendi, të njerëzve të cilët kanë mendjen tek ai flamur, siç thot zoti Marko, që e kanë mendjen ta mbrojnë atë që kanë vrarë shqiptarët. Kanë vrarë 10.000 shqiptar, kanë ndjekur Borshin që është pjesë e bashkisë Himar sot. Këtu nuk kemi të bëjmë me një debat normal dhe mua më vjen keq që e prezantoni zotin Marko si gazetar. Nuk di të jetë I tillë, nuk e di në ç'media punon. Ai ka një tezë nacionaliste ekstreme greke që nuk ka lidhje fare me debatin që bëhet sot. Atje ka 3 fshatra greqisht folse, ta di publiku. Është Himara, Dërmiu, Pallasa. Nuk është Vunoj, Pilluri, Çeparoi. Si janë asnjë nga këto të tjera, janë shqiptar pa fluiditje etnike, se në Vuno nuk gjem pro-grek, por në Dërmi ka pasur pro-shqiptar dhe pro-grek, me qenë se po flisni për histori. Sa Bido.